Me ngjyrat e flamurit kombëtar dhe simbolet e identitetit çam të vendosura mbi karavane dhe vetura, rrugët e qytetit sot morën një pamje ndryshe. Nga shoqata kulturore Vizioni M, të cilët organizuan këtë event, thanë se zbukurimi i veturave dhe karavaneve nuk ishte thjesht një formë dekori, por një mënyrë për të rikujtuar të kaluarën e dhimbshme të popullit çam, për të afirmuar identitetin dhe për të kërkuar drejtësi në mënyrë paqësore e dinjitoze. Abdullah Berisha nga kjo organizat theksoi se ishte një emocion ndryshe dhe i dyfisht, ku nga njëra anë mbizotron ndjenja e gëzimit kur sheh të rinjt që i bashkangjiten këtyre aktiviteteve dhe nga ana tjetër ndjen dhimbje kur kujton thelbin e tyre. Atëherë kjo aktiviteti sotëm ishte një nga aktivitetet më guerile, të themi, të aktiviteteve të javës çame, të titulluara si vjet nën moton Trëndafili Çamërisë. Siç mund të shihni, veturat ishin të zbukuruara me flamuj kombëtar shqiptar dhe me flamuj me simbole të motos, pra Trëndafili Çamërisë. Kaluam diku 4-5 kilometra rrugë nga dalm të përcjell me muzikë çame, duke ngjall interes të madh nga banorët shqiptar këtu dhe shpresoj që ja kemi arritur qëllimin. Është më të vërtetë janë emocione të përzjera, është gëzim kur i sheh që të rinjt i bashkangjiten aktiviteteve, po është njëkohësisht ajo mërzia për çka është thelbi i aktiviteteve, gjenocidi dhe trauma që kanë përjetuar çamët. Ndërkaq, organizatorët e konsiderojnë këtë aktivitet si një formë të fuqishme ndërgjegjësimi qytetar, ku arti, simbolet dhe rrugët bashkohen në një mesazh të përbashkët, që kujtesa nuk duhet të shuhet. Kujtojmë se aktiviteti për çështjen çame filloi më 21 qershor dhe do të zgjas deri më 27 qershor, ndërsa përmes tyre synohet të ngrihet vetdia për të kujtuar gjenocidin çam që ndodhi 81 vite më parë, me qëllim që historia të mos harrohet dhe e vërteta të vazhdojë të dëgjohet.